Në zemër të Shkodrës u shtrua Sofra e Pavarësisë, një aktivitet i përmasave të mëdha dhe më i madhi i realizuar ndonjëherë në qytet, që mblodhi mbi 200 të ftuar nga të gjitha trevat shqiptare. Në këtë mbrëmje festive morën pjesë Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, dhe Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme, Elisa Spiropali. Në hapje të aktivitetit, kryetari i Bashkisë Shkodër, Benet Beci, përshëndeti të pranishmit duke theksuar lidhjen e hershme dhe të pandar mes Shkodrës dhe Kosovës. Ai shtoi se Sofra e Pavarësisë është një tryezë që mbledh bashkë vlera, traditë dhe unitet. Është nder dhe kënaqësi e veçantë për Bashkinë Shkodër dhe për mua personalisht ju uroj mirëseardhje në qytetin ton në këtë ditë që na nderon dhe na gëzon të gjithëve. E nderuara zonja Presidente, siç ju jeni ndjeni, Shkodra ka qenë gjithmonë një urë miqësie dhe bashkëpunimi dhe vllazërie me Kosovën. Dhe prania juaj sot është një simbol i fortë i kësaj lidhje që na bashkon në historinë, në kulturë dhe në vlera. Në Shkodër, mysafiri është i bekuar dhe i nderuar, dhe ju sot jeni mysafire e veçantë për të gjithë ne. Ky është një moment vlerësimi dhe reflektimi për historinë tonë dhe për rrugën që kemi përpara si Shkodër, si Shqipëri dhe si kombë. Presidenti Osmani vlerësoi rolin historik të Shkodrës, duke theksuar rëndësinë e saj për kombin shqiptar. Tu i shëtitën malen Kodër, tu i prek lulet gjithë me dorë, veç një kopsht ma të bukrin Shkodër, ty të gjeta lule borë. Me këto vargje të këngës që çdo shqiptar i di, dhe çdo shkodran i mban në zemër, dua ta hap këtë mbrëmje të sofrës së Shkodrës, një takim që na rikthen te rrënjët, te krenaria dhe te themeli i shpirtit ton qytetar e kombëtar. Sonte jemi në zemrën e një qyteti që nuk ka nevojë të prezantohet, sepse Shkodra prezantohet vetë me kulturën e saj të pashoqe, me humorin e saj të hollë, me muzikën që ka kaluar kufi, me traditat që kanë sfiduar kohën. Në prag të 28 nëntorit, ditës kur flamuri ynë i shenjtë kombëtar u ngrit në Vlorë për ta shpallur shtetin shqiptar, ky takim merr një domethënie të veçantë, sepse flamuri ynë nuk është vetëm simbol i pavarësisë, por edhe simbol i sakrificave, i bashkimit dhe i amanetit për të kujdesur për njëri tjetrin. Prandaj më lejoni t'ju uroj këto festa shqiptarëve këtu në Shkodër, në Kosovë dhe shqiptarëve kudo që janë. Urime dita e flamurit, rrnoft Kosova, rrnoft Shqipëria, rrnofshin shqiptarët kudo që janë. Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme, Elisa Spiropali, e cilësoi Sofrën e Pavarësisë si një urë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Shkodra qëndron si një simbol i pathyeshëm i unitetit, i mikpritjes, i bashkimit kombëtar, si një urë që lidh të gjithë shqiptarët kudo në botë. Sofra e shkodranit dhe shqiptarit i përket mikut dhe asnjë shprehje nuk e rrok dot më fort shpirtin ton të mikpritjes. Vetëse ju, e nderuar Vjos, në këtë qytet vërtet jeni mike, por jo mysafire, sepse ju ashtu si të gjithë bashkomasit tuaj, vëllezërit të njëjtit gjak, këtu jeni në shtëpinë tuaj. Mbrëmja u shënua me një atmosferë fantastike, festive dhe simbolike, që përçoi mesazhin e unitetit, krenarisë dhe bashkimin shqiptar me mesazhin: mirë se keni ardhur me bukë, krip e zemër. Pjesë e rëndësishme e këtij aktiviteti ishte edhe spektakli dronëve, që ndriçoi qiellin e Shkodrës me imazhet dhe urimet për festat e nëntorit.